Çfarë ndan të pasurit nga gjithë tjerët? Vlera? Dhënia e vlerës? Jo, mindseti. Unë besoj që mindseti. Puna mbase? Nga që punojnë më shumë milionerët? Jo, patjetër që punojnë më shumë. Shko, kur arrini një farë fashe, pastaj ti nuk ke nevojë të punosh fizikisht. Të punosh me tru, me ide, me inovacion. Por që i ndan mindseti. Të varfrit, unë kam këtë gjë që të varfrit shpenzojnë shumë për dukjen. Rroba më të mira, që të duket më mirë, makinë më të mirë, që të duket më mirë, por unë kam zbuluar kohët e fundit që njerëzit e bëjnë këtë gjë jo për të dukur, por për të mbuluar atë çfarë është brenda. Pra, nëse ti je i varfër, ti sillesh si i pasur, që të mbulosh i varfër. Shife ç'a ndodh, të pasurit sillen si të varfër, me ato bluzat e thjeshta, gjërat, a di pse e bëjnë këta? Këtë e bëjnë sepse nuk dua të tregojnë që janë të pasur, janë thjesht. That's it. Pra gjithçka që bëhet në dukje, bëhet për të mbuluar atë çfarë ti ke brenda. Çfarë je në realitet.